jehona dhe guximi janë shembulli perfekt se si dashuria dhe përkushtimi mund të ecin krah për krah me suksesin akademik. U njoftuan qysh në klasën e 12, pra ata jo vetëm që zgjodhën njëri tjetrin, por edhe rrugën e njëjtë profesionale, mjekësinë e përgjithshme. Jam Jehona Telaku, vi nga Banja e Malishevës, kam përfunduar studimet në mjekësitë e përgjithshme në Prishtinë. Jam Guxim Bytyqi, vi nga Suarek, po ashtu kam përfunduar studimet për mjekësitë e përgjithshme. Rrugtimin ton e kemi filluar në klasën e 12 në kursin e biologjisë, ku jemi takuar në të njëjtën ku kemi qenë duke bërë para përgatitje për provimin pranues në mjekësitë e përgjithshme. Aty ka fillu shoqëria jonë, që më pas kemi kaluar në lidhje. 4 vitet e para të studimeve kanë qenë më shumë stresuese dhe më sfiduese për ne si qef, për shkak se unë kam studiuar në Tetov dhe pastaj pas 4 viteve kam bërë transfer në Prishtinë. Fakti që ata përfunduan mjekësinë në afat rekord e bën historinë e tyre edhe më të bukur e frymëzuese. Por më interesantja është se vetëm nga një foto e thjeshtë në rrjetet e tyre sociale, çifti u bë viral. Po ashtu edhe në momentin që kemi diplomuar, ne kemi vendosur me nda këtë gëzim me familjarët e tonë dhe kemi postu në rrjetet sociale, kryesisht në Facebook. Mirë, po në momentin që kemi postu e kemi pa që edhe portalet e tjera kam prit shumë mirë, kam fillu me postu në mënyrë spontane. Besoj që ju ka ardhur interesant që një qef i ri duhet njëjtën kohë, njëjtën ditë të kam përfundu mjekësinë e përgjithshme në afat rekord, edhe besoj që kjo ka lënë bresa, edhe një ngjarje interesant që na ka ndodhur pak ditë mas diplomimit kena udhëtu jashtë vendit, edhe kemi postu një video të shkurt në rrjetet sociale, në TikTok. Rastisht stewardesa e aeroplanit e kishte pa video mbrana 5 minuta dhe na uroi diplomimin që na është shumë interesant, qysh ka shpejt arriti me pa videon. Mendoj që edhe fëmijët tonë kanë me ndjek rrugtimin tonë, për shkak që të e pa rutinën tonë çdo ditë, besoj që kanë mu ndiku prej neve, jo në mënyrë direkte, por indirekte, pse ndoshta na nuk ishim pas qef, jo që s'kemi qef që fëmijët tonë më bë mjek, po e dim sfidat edhe këtë rrugtim sa i gjatë është, gjaja ma humane që mundet me bë një person, edhe të paktën veç një personit m'ja lehtësu dhimbtën, ose sfidën që e ka shëndetësore, mendoj që nuk ka gjatë tjetër që mundet me ma shumë krenar një njeri se kjo arsye. Studimet shpesh për shumë kënd janë sfiduese dhe të gjata, por ata e shndruan atë në një udhtim të përbashkët, mbështetjeje dhe motivimi. Kur mendohet për një çift në universitet, gjithë tjerët zakonisht paragjykojnë, mendojnë që vetëm kanë me pengu njërin tjetrin, po kjo nuk ka në vërtet, Jehona vetëm ka mbështet mua gjatë studimeve, edhe në periudhat kur jam qenë në gjendje më stresuese, ndoshta zakonisht para provimeve të mëja Jehona më ka mbështet shumë me fjalë, edhe më ka jap kurajo, edhe fjalët e saj më kanë ndihmuar shumë. Unë ndoshta ndonjëherë kam humbur veten gjatë afatëve për shkak stresit të provimeve të mëja, po Jehona e ka pa që nuk jam mirë në ato periudha. 3 fjalë që e kishim përshkruar Guximin gjatë studimeve është se ka qenë shumë këmbgolës, i përgjithshëm dhe i disiplinuar. 3 fjalë që e kisha përshkruar Jehonën gjatë studimeve është ne vendosi shpirtin e saj luftarak, kanë gjithmonë luftarake për drejtat e veta gjatë studimeve. Po ashtu ka qenë disiplinume, ka përgatitjen e provimeve, oraret e ligjëratave, oraret e ushtrimeve ka qenë gjithmonë me rregull, edhe u kanë shumë humane gjatë studimeve, i kanë ndihmuar shumë studentave tjerë, kur nuk ka pritu që cili do student çfarë do kërkesë që ka pas rreth studimeve, përgatitje provimeve, Jehona ka gjetë kohën edhe ju ka ndihmuar në mënyrë më të mirë, më të lehtë qysh ata me arrit ma leq atë sukses që Jehona ka pasur shumë më vështirë në ashtë me arrit.
Jehona dhe guximi dëshmojnë se kur dashuria dhe qëllimet përputhen, suksesi është i pashmangshëm.